Nga 10.000 litra qumësht që mbërrin në qumështoren Abi në Prizren, fillimisht merret një mostër për analiza. Vetëm pasi konfirmohet se është i sigurt dhe cilësor, qumshti vazhdon drejt përpunimit. Brenda pak orësh, ai shndrohet në qumsht e pasterizuar, djath, jogurt e produktet të tjera. Por rruga deri te rafti nuk është e lirë. Çmimi nis në fermë dhe rritet me transportin, përpunimin, energjinë elektrike, paketimin, fuqinë punëtore dhe marzhën e shitjes. 1 litër qumsht në fermë kushton 45 litra, shu po e marrim mesatarën vjetore. Dërsa transporti derisa vjen në fabrikë, edhe shtohet edhe 15 cent, do të 55-60 cent na kushton neve 1 litër qumsht në fabrikë. Procesi i përpunimit, pasterizimit, homogenizimit, paketimit, shtohet edhe shpenzimet tjera që janë edhe 15 cent. Faktikisht 1 litër qumsht në treg duhet shitet në kese 80-85 cent. Por varësisht të llojit, produktet e tij janë nga 10 deri në 20 cent më të shtrejta se ato të importuara. Ky nuk është problem vetëm i industrisë së qumshtit. Shumë prodhuesi vendor thonë se kostot e larta i bëjnë edhe shumë produkte të tjera madje në Kosova më të shtrenjta se importi. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës, ky është një nga problemet më të mëdha të bizneseve. Ata thonë se produktet e vendore do të duhej të ishin deri në 15% më të lira se ato të importuara. Duhet t'i bindëm qytetarët e Republikës Kosovës që është patriotizëm e ble produktin, ani pse është për 10 cent, 20 cent më shtret. Edhe pse edhe këtë 10-20 cent më shtret, duhet qeveria ta shoh se si duhet ta ul. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja e prodhimit është rritur për 2.3% në 3 muajt e parë të këtij viti. Në të njëjtën kohë, shpenzimet e familjeve për konsum kanë rënë, ndërsa inflacioni ka rritur në 6.8%. Në praktik, kjo do të thotë se qytetarët zgjedhin gjithnjë më shpesh produktin që kushton më pak, pavarësisht se ku është prodhuar. Qumshtin gjithmonë e marr vendora. Edhe pse është më Kosen këto. Jo, nëse është më shtret se kisha marr. Të importuar e marr më lirë. Po më janë shumë keq. Çmimi interesant. Çmimi. Është mirë edhe e marrë. Jo, më shumë më shoh nga vinë. Normal edhe çmimi, po edhe nga vinë. Për ta ndryshuar këtë situatë, bizneset kërkojnë ndërhyrjen nga shteti. Oda Ekonomike e Kosovës propozon me shumë subvencione për prodhuesit dhe ndryshim të politikës së TVSH-s, në mënyrë që produktet e vendore të bën më konkurruese, si në tregun e brendshëm, ashtu edhe jashtë vendit. Shumë vende të Bashkimit Evropian ofrojnë subvencione për produktet që eksportohen, kurse te ne nuk kemi që subvencionojnë produktet tona, jo vetëm për tregun e brendshëm, po as për tregun e jashtëm. Dhe kur një qeveri e huaj ose kur një biznes i huaj subvencionohet jashtë, padyshim që ai produktin e vet e shet më lirë se sa që kemi në tregun tonë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit nuk tregoi se sa kanë përfituar prodhuesit vendor nga grantet dhe subvencionet në vitet e fundit. Në fund të majit, ajo hapi një skem grantesh prej 5.8 milion eurosh për makineri, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe zgjerimin e eksporteve. Megjithatë, shifrat tregojnë se Kosova vazhdon të importojë shumë më tepër se sa eksporton. Mbi 3.5 miliard euro mallra të importuara, kundrejt vetëm rreth 521 milion euro eksporte në gjysmën e parë të këtij viti. Për pronarin e kompanisë Abi, mbështetja e shtetit është çelësi për të konkuruar me importin. Shteti duhet me marrë një vendim shumë urgjent. Sa subvencionon shitjen e çdo litër qumshtit,